Turqeli jam, për Turqi jam, 16 vjen Maqedoni, edhe fakultet kam bërë aty, kam qelë një biznisi me tenda pergologi e tim punoj për krejt Ballkan. Edhe grua ka thot sa herë, ti përpara se qikat nuk ishe qështu, në sandali një qandi, këndi, krejt Ballkan hesë une për punë për diqka. Jetën time pak stabil vi, pak, përpara nuk ishe ashtu, me fëmija ndryshova me njerë krejt. Jetën time veç për jeton për mua isha. Për jetën time, ama tash për fëmija, për grua, për punëtore kaj. Faleminderit shumë. Mirë, faleminderit ju si jeni mirë. Mirë, kalojmë hesën pak, shtetin pak. Pi Tetova, pi Maqedoni vjen. Po, për Izrael jam, pi Tetova. Ama Turqeli jam, për Turqi jam. 16 vjen Maqedoni, edhe fakultet kam bërë aty, kam qelë një biznisi me tenda pergologi e tim punoj për krejt Ballkan. Edhe për Europë punojmë pak edhe punëtarë. Se po thotë Turqeli jam, shqiptar. Mund të përzi që unë turki jam, ashtu vini, ne ashtu vini, ama has Turqeli jam, kam mësu gjuha, në fakultet kam mësu. Në fakultet kam baru, unë mësues për gjuhën angleze, edhe masë ne nisim punë biznesi. Ama nuk jam pikën dhe Turki ka shku, nuk jam ashtu familja, nuk jemi ashtu. Nuk jeni ashtu? Po, nuk jemi ashtu. Ku jetoni për momentin? Tetova jetoj une, aty punëtorie kemi, zyra kemi, punëtor kemi aty jetoj, aty jetoj. Cila ka qenë ngjarja më interesante në jetë që e keni pasur? Jetën tonë. Jetën njeme, njerëzit ma nxefat edhe vogël, se të në atmosfera, mirë vinë atmosfera, për qatë këtu jam une. Atmosfera pak ma ka dale, si konë që Turkije, që për qatë këtu. A je martu më falë? Po, 2 qika kam une, 2 fëmije kam une, një joni 5 vjetë, një joni 1 vjetë, tash para 5 ditë, 1 vjetë kam bërë, 2 qika kam une. Sa të ka ndryshu jetën, ardhja fëmijëve? Për ardha fëmije edhe grua ka thot sa herë, ti përpara se qikat nuk ishe qështu, në sandali një qandi, këndi, krejt Ballkan hesë une për punë për diqka, ama tash Tetova jemi, ma jetën time pak stabil vi, pak, përpara nuk ishe ashtu, me fëmija ndryshova me njerë krejt. Dhe më dhënë fëmija ta ka ndryshu jetën ndryshe? Po. Për çka ta ka ndryshu ma shumë? Për çka ne nuk ishe për jetën time, veç për jeton për mua isha, për jetën time, ama tash për fëmija, për grua, për punëtore kemi, për atmosfera, qështu. A je buri fështirë? A je fështirë kështu? Ja shumë, nuk jam shumë ashtë, nuk jam shumë ashtë, normal jemi ne. Për çka bosh në rozë ma shumë? Për çka ditë, gjivim puna, me puna jemi, mirish pinë sabah 7, deri në akşam thati, 10, 11, andej këndej, për ditë livritim ne une, për ditë ati janë një qytet tjetër Shkup, tu, ati jemi ne, për ditë, ashtu jemi, atmosfera, për ditë ndryshon edhe nervozojnë njëserë normal jemi, ashtu jemi. Çka bosh nervoz ma shumë, taj? Ma shumë për puna, mendojmë për puna, ama njerëzit këtu nuk është ashtu për nervoz, njerëzit rahat këtu janë, njerëzit nuk mendojnë veç punë, ne mentalitet kemi ashtu, pi andej vinë ashtu, mentalitet veç punë mendojmë, ama njerëzit këtu rahat janë. Ma ndryshe Kosovë tu, a? Ndryshe. Mentaliteti ma ndryshe? Mentaliteti këtu ma vogël, qyteti, ma vogël, shtete, edhe njerëzit mendimi vogël mendojnë, shembull të na fëmijat, babat, tjetër fëmije mendojmë, ama këtu nuk mendojnë ashtë. Sot jemi kështu, mas një muj, ma vogël perioda mendojnë. Ne krejt perioda mendojmë me njerë, da sosëm krejt, pilan programa gati me njerë, ashtu. Ama këtu nuk është ashtu. A ki në programit jetës të ndë, që ki në programit jetës? Jetën të normal, dhe nëse puna, me puna jetë jeme, shkoj Europa matë madhe puna, pak zhvillim të bëjmë për punë, qaqë. A ki nëjë mesazh diçka për gjithë shqiptarët me dhonë, fund? Nëjë mesazh, në këqi? Ne, që mesazhe jemi, ne jemi bashkë, që shoku jemi shqiptar, me atë jemi për ditë bashkë jemi, shqiptar, ne këtu për para si ka kom politika, që kjo është ki, që gjitha ati, pse turk këta, nuk mendojmë ashtu, ama këtu shumë keq politika ka, që kjo është ki, kanë danë njerëzit, ama ne nuk dojmë ashtu. Unë e kërë shkojmë që kjo është, ne nuk jemi ashtu, ne njerëzit jemi. Nuk e qef mundati, dhe më dhënë, njën ke qef më kështu. Po, krejt jemi bashkë, krejt, qështu mendojmë ne. Përshëndes të rëzoti, ka rëshmirë. Faleminderit.